Përshëndetje të gjithëve, unë jam një emigrant i rikthyer në Shqipëri për të jetuar bashkë me 2 fëmijët e mi. Dhe jetesa këtu, si për mua dhe si për të gjithë neve, është e njëjta dhe gjithë njësoj. Unë isha 2 vjeç kur në këtë shesh, në këtë vend, u bë protesta e parë për ndryshimet politike. Unë isha 2 vjeç kur Sali Berisha erdhi në pushtet. Djali im sot është 10 vjeç. Sali Berisha do akoma pushtet. Unë isha 10 vjeç kur Edi Rama erdhi në pushtet. Edi Rama akoma sot kërkon pushtet pas 28 vitesh. Unë falenderoj çdo njërin prej jush këtu, në këtë shesh. Falenderoj edhe ata që dolën 35-36 vite më përpara. Askush nuk e mendonte në këto 35 vite se ne shqiptarët kemi treguar kulturë, kemi treguar qëndrueshmëri, kemi treguar se e duam të drejtën, se e duam lirin, se e duam pavarësinë, se e duam ligjin. Por çfarë ndos me ne? Ai mendon se është i zgjedhur. Listen to me, you son of a bitch. Dini zgjedhje, dini pastër, jashtë pushtetit. Ti e di kush ka votuar ty. Ti e di kush ka votuar qeverinë tënde dhe njerëzit që ti ke zgjedhur. Ti ke vrarë demokracinë, ti ke vrarë lirinë. Ti sillesh ti pronar në këtë shtet. Në këtë vend ti nuk je pronar i jetës time, i fëmijëve të mi, i shqiptarëve. Ti nuk do jesh kur qeveria jote. Edi Rama, unë jam përballur me gjobat e tua, por kjo nuk është personale. Kjo të ka të bëjë me dinjitetin, me lirinë time, me lirinë e këtij populli që unë do të sjell 2 shembuj. Në 81 vite, që në 1945, në këtë Shqipëri, në këtë Europë, që çdo gjë matet, që nga konventat e çdo lloj gjëje tjetër, asnjë shtet në Europë nuk ka pasur 4 veta. 45 vjetë Enver Hoxha, 36 vjetë Sali Berisha, 28 vjetë po bën ti. Çfarë kërkon më nga ne? Çfarë kërkon më nga ky vend? Ke shitur, ke plaçkitur. Në këtë shesh, unë rendit fjala se duam Shqipërinë si gjithë Europa. Duam arsimin si gjithë Europa. Ti e ke mbushur parlamenti me Iran, me kriminal. Më thoni një vend Edi Rama, një vend Sali Berisha, që në 80 vjetë të ketë pasur 4 veta. Ne sot jemi për këtë. Ne nuk duam me 4 veta në 80 vjetë. Ne duam ndryshim. Ne mund të bëjmë të gjithë. Ne bëjmë më mirë se sa ju. Ata që ke ti. Ata që ke ti në partinë tënde dhe që nuk reagojnë pra se dhe i lojgje. S'kan dignitet, se s'kan liri, se nuk kanë merit, se nuk janë zgjedhur nga ne. Janë zgjedhur nga listat tuaja të kalbura. Prandaj, Shqipërisë, neve shqiptarëve, ne popullit kaq të vuajtur emigrant që jemi shkelur në rrugët e Europës. Kam edhe një gjë të fundit. Nëse buresh se po bëhet Shqipëria, Shqipërinë e kemi bërë ne. Shqipërinë po e bëjmë ne. Shqipërinë po e bën çdo shqiptar që punon në Europë, në përbot, që punon këtu, që investon, bën ato shtëpi, bën ato prona, ato biznese. Ju keni qenë pengesa. Ju jeni pengesa më e madhe për zhvillimin dhe demokracinë e këtij vendi. Ju jeni pengesa për lirinë e këtij vendi. Ne duam arsim cilësor. Ne duam shëndetësi cilësore. Dhe ne duam të drejta dhe lirit të barabarta për të gjithë. Prandaj, jep dorëheqjen, trego burr se di që je burracak, e tregove në fjalimin e parë. Ju falenderoj gjithëve, Zoti e bekoft, gjithë populli shqiptar kudo që janë, Zoti e ka bekuar këtë vend, ju jeni e ardhmja dhe gjithçka. Ju falenderit shumë gjithëve.
Edi Rama ka mbaru, ka mbaru, ka mbaru. Edi Rama ka mbaru, ka mbaru, ka mbaru. Dhe tani do ftoj një qytetar shqiptar gjithmonë, i cili ka ardhur nga Florida i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ai është Vasil Cama. Mi mbrëma të gjithë. Unë zakonisht që vinë Shqipëri në muajin gusht. Njerëz e ka pasur njerëz gjithmonë. I kam qef ato frutat e mira kështu ndaj, prandaj vin atë kohë. Po si vjet duhet të vija me çdo kurs në Qirshok. E kisha llogaritur ta mbyllja me fundin e muajit ikja prap. Po ky nuk shkolet më valla, çfarë bën shumë? Po ky nuk shkolet më. Jo, unë nuk i viteja. Ja na dhova biletën pa fat. Deri më mbeni kur do na ikë ky tren. Do të them kryeministit tonë. Kryeministër Edvin Rama. E nise nga fundi malit, nga rreza atje. Unë nise si Garip Tirane, ju qepe malit të thepisur, të lartë, me shumë shqisi, dhe arrite mundë të tap, mundë maj. Na unë të them, relax, relax, nuk e lodhër akom, relax. Enjoy atje atë pëmët e bukur atje, atë ajrën e pasër, atë ujnë e burimit, kam parashusha ato leke që ke përë, jo pra thënë, ta që të kuptoj, ka si me metaforë. Tashi, e vetëmja e keq dhe pret, në qofë se ti nuk largohesh, ku do shkosh? Nga tjetë arë do pjeshe, o mleva poshtë, s'ka tjetër gjë. Ku do e tjetër? S'ka ku vete tjetër? Bra, oke, s'ka ku vete tjetër, këtu e. Tashi, do të temi diska tjetër, po flasë me fjarë disa gjera që të më kuptoj njerëzit, do të temi Rama ik, po do të temi Rama pse duhet i iki. E vëtan. Tashi, në qofë se këtu kemi, ja vete, vem të ashtë presin një bukë, po flasë më një metaforike, presin një bukë. Buka do bëj thërime, nuk ka nga vete, thërime do i bëj buka. Po ha thërime të marë pori dhe javë. Po të ha në bukë morë, të të marri bukë në sënare thërime, të pa lek bukë në të. Po ha thërime më vaj kafi, qa përim shumë më vaj. A këto ha thërime të ma sa bukën, e vëta. Ta shi të atem tjetër gjeve, fjallë. E kërkoj spaku këtë Belinës, e ka Belina kjo, Belina, Belusha, unë do ata përkëdhe Linda, do ata përkëdhe. Sa bukur që flet, ka 20 emër, sikur e ka në gojë, sikur ha mjallë, këtë dirën, sa mje që flet. Po turmër, po qojmë atje në spak, të ve atje të balfaqojt me spakun, në qosa e që zonja të përgjigjet, dhe të thotë që është ndershme, dhe vërtet ta vërtetoj që është ndershme, të shkoj prapë atje ku ishte, më të vej atje në parlament, të vej në qeveri, të vej në parti, ku to. Ose tjetra kjo Kacani, se ka kjo Akshi. Akshi se ka Kacani, dhe kjo, na doli Rama ishë në Amerikë. Sa s'qan dhe aje, sa s'qaja unë. Më bini lotë. Na tha ishte me shpime qëra, tha, mos thash, na mojmë qaftash. U pra gati, doja numër telefoni, doja numër kontakti, ti tërgoj 900 narga ndejtë qretës, e këpëtan. Mi përsa doli ashtu, pas 2 javë nga doli që që me villa e me kështjeva, e këpëtan. Zoti Rama të pyes ashti, me që ti nuk të deri për balë për të bisem me tyja. Pa ti të së deri për balë, se ti, aj të pyet për malet, ti përgjigjesh për fushat. Në që se ti u mëllë prapë për malet, a i të thotë ty për jashtë, do bodyguardit cire për jashtë. Këte, ku është kjo të është, qa të regojmë tjetër e ty? Edhe e fundit fare, ajo fjalla që ka thënë, nuk e them do të s'ma do, se unë vinë Amerika dhe është fjalla e shumë e rëndë. Unë po them, kuptime se fjalla ka shumë kuptime, po kuptime më të mire ka ne të që i dhjemi mund. E panoj do të ne. Po tur të vimo, po të tërdërimo, kujtë do të mund, i do të tjallit tia, gosës tia, këtu edhe më të rritë, të gjithë komplet, shko, këtu 5 libër, po në sot të me jam për prejtë këtë djali këtu, nuk e di, i thash ca gjera, fjallë që po, nuk e di jam keni kuptuar, duhet me çdo kurs të vazhdojmë, dhe të vazhdojmë, kene fund. U duhet të gjithë shumë,
U thua ti dhe shumë e të gjithë të shkëlqyer. Ne nuk jemi falë pak. Ne nuk jemi as hajvan është ai, nuk jemi ne. Hajvan nuk jemi ne hajvan. Në qofse ne jemi kuaj, ai është kryekali. Ashtu e ka thënë vetë se themi ne këta. Na thot fashist. Po ç'është që fashiste, mos çfarë të qetë këta këtu. Po që fashizëm kështu të kështu taksim botuar që fashizëm, më fashizëm. Çdo, ç'është të qetë atë si. Të qetë, pas jetë mbaron mbi tiku, pas kanacet, ku ka? Zvi turista thot. Turista do vinë se s'bën këtu, se do mësojnë nga demokracia tonë, nga ky popull i mrekullueshëm. Do vinë gjithë, shikojnë sa programi mbi tiku.